Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar kërkesën e SPAK-ut dhe ka vendosur pushimin e çështjes ndaj kryebashkiakut të Lezhës, Pierin Dreu, i cili u hetua për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Vendimi është marrë nga gjyqtarja Etleva Deda, duke i dhënë fund hetimit ndaj Dreut, i cili nisi pas një kallëzimi të bërë nga Partia Demokratike në vitin 2023. Hetimet kishin në qendër ndërtimin e rrugës Lezhë-Shëngjin, për të cilën u pretendua se ishte realizuar në kundërshtim me ligjin gjatë periudhës së fushatës zgjedhore. Disa javë më parë, SPAK kërkoi zyrtarisht në gjykat pushimin e çështjes duke argumentuar se nuk kishte prova që Pieri Ndreu kishte konsumuar elemente të veprës penale të shpërdorimit të detyrës. Në kuadër të hetimeve, prokurori shqyrtua një kërkesë të ARSH-s, e cila kërkonte ndalimin e punimeve, pasi rruga ishte në jurisdiksionin e këtij institucioni dhe jo të Bashkisë së Lezhës. Nga ana tjetër, Pieri Ndreu paraqiti raporte dhe dokumente në SPAK, ku argumentonte se ndërhyrja në këtë aks rrugor ishte kryer për shkaqe emergjente, duke marrë parasysh numrin e lartë të aksidenteve dhe ankesat e shumta të qytetarëve. Në kuadër të këtij hetimi, Pieri Ndreu u thirr në SPAK në korrik të vitit 2024, ku dha shpjegime për rreth një orë në cilësinë e personit nën hetim. Ndërkohë, hetimet e SPAK vazhdojnë për zyrtarë të tjerë të Bashkisë së Lezhës, të cilët kanë qenë të përfshirë në tenderin për ndërtimin e rrugës. Pieri Ndreu ka një karrierë të gjatë politike, duke mbajtur më parë postin e deputetit në Kuventin e Shqipërisë nga qershori i vitit 2013 deri në vitin 2019. Pas kësaj periudhe ai është zgjedhur kryetari i Bashkisë Lezhë, duke fituar zgjedhjet vendore të 30 qershorit 2019 dhe duke u konfirmuar për një mandat të dytë në 14 maj 2023.